studio kem të ftuar një panel në një lidhje të drejt për drejt. Na është bashkuar kryetari OVL UÇK, zotri Hysni Gucati. Zotri Gucati, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Unë vjen keq se s'kam mund të jem aty sot në studio për shkak të ngarkesës së agjendës që kemi nxjerrë. E kuptojmë, megjithatë edhe kjo formë e komunikimit besoj që na ndihmon të diskutojmë lidhur me atë se çfarë kemi planifikuar sot. Bashkë me neve në studio është edhe avokati Xhevdet Smakiçi. Zoti Smakiçi, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje për juve dhe për Hysnin. Për nisim ndoshta me zotin Gucati. Si pot deklaratat për gjatë tyre 3 ditëve të Rubinit? Oral më voll me fol, ai kurosh Xhevdeti atë nuk kam as ka thonë se mënyrë juridike shpjegon Xhevdeti, më mirë sonë, po unë veç dosha të them, na vdes 25 vite presim që të vjen një njeri nga shteti mik, nga Amerika dhe t'ju tregon tyne qytetarëve të cilët nuk e kanë kuptuar se kush është UÇK-ja dhe çka ka bëu UÇK-ja, çfarë veprime ka bëu dhe punën që ka bëu UÇK-ja. Kështu që na vdes presim 25 vite dhe unë mendoj James Rubini, një mik i madh shqiptarëve, sidomos i Kosovës, e tregoi realitetin dhe të vërtetën. Ku tash dul pa apo shesh dulën gjitha ato që i tha James Rubini që 3 ditë e tina. Unë ditën e pas kam mujta përcjellë se isha për rrugë, se isha në Hollond dhe të honën nuk theva nga Hollonda dhe nuk e kam dëgjuar krejt. Po diella sot e kam dëgjuar bukur mirë, kështu që në James Rubini tregoi ato që tha, çdo sang as të thonë që ka bëu për vendin, për kombin dhe për shtetin e Kosovës. Çdo bisedë tina që kishin gjithmonë kishin të pavarësia e Kosovës dhe fol luftës edhe këtyre njerëzve që kanë ditë të udhëheqin në bujën ne sot kemi edhe pavarësinë. Tërka që zotri Smakiçi, gjatë ditës së djeshme, siç edhe kemi dëgjuar raportimet nga gazetarët që kanë përcjellur edhe nga afër gjithë këtë proces, është treguar që nga ajo që ka deklaruar James Rubin, sidomos në ditën e dytë, ka lënë të shtangur gjyqtarët, madje ka pasur edhe kritika mbi ta, duke thënë se kjo nuk është drejtësi dhe kritika mbi atë se si mbahen këtu për 5 vite. Çfarë do të thojnë të gjitha këto deklarata dhe a e ndryshojnë gjithë rrjedhën e procesit, gjithë ajo se çfarë tha Rubini në këto 3 ditë? Fillimisht duhet të thënë që James Rubin nuk ishte vetëm dëshmitar, po ai ishte paçbërs apo vendimarrës diplomatik ndërkombëtar i Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Rambujë dhe në vitin 1999. Pra ishte në një farë mënyrë dëshmitar okular i veprimeve të tij, bashkë me zonjën Albright, dhe tash kam dëshmuar edhe Clark që ushtria qëllimtare e Kosovës ishte ashtu siç e ka shpjeguar zotri Rubin. Pra, nga aspekti juridik, sikur të ishte zyra prokurorit special, korrekte dhe me etikë profesionale, do ta propozonte qysh në fillim zotri Rubin si dëshmitar të saj, por nuk i ka konvenuar sepse dispozitivin e akt akuzës që e kanë krerë të UÇK-s për përgjegjësi komanduese dhe për ndërmarrje të përbashkët kriminale është i paqëndrueshëm tërësisht, është i palogjikshëm dhe është i pambështetur në asnjë fakt, në asnjë provë dhe në asnjë rrethon faktike, pra në mënyrën më brillante. Edhe më me thonë që James Rubin nuk ishte vetëm dëshmia e tij që është e vërteta, por ishte ndërgjegja njerëzore e asaj kohe dhe ndërgjegja e tashme ku normalisht një fotografi e postova të tij, ai është i shokuar se si munden disa pjesëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës që kanë bashkëpunuar me NATO-n dhe që e kanë si më thonë, e kanë luftuar së bashku Miloševićin gjithë ato masakre dhe ai Lumej Gjaku që është derdhur, të jenë sot të paraburgosur nga një gjykatë që vetë ka themeluar, pra Hashim thotë që ka lobuar për të themeluar për të hiqur ato rreth të zeza të dyshimeve që i bën Dick Marty, të cilat nuk u vërtetuan as në raportin e Williamsonit. Pra, James Rubini përveç që dëshmoi të vërtetën dhe ka një kredibilitet, ose më thon, është dëshmitari më kredibil i gjithë procesit gjyqësor dhe nuk do të ketë një dëshmitar tjetër. A ishte edhe kjo arsyeja pse u përzgjodh si dëshmitari i parë? Unë po them pse nuk e ka bë zyra prokurorit special sepse nuk i ka konvenuar se do t'i prishë akt akuza. Prandaj mundja me thonë publikisht edhe juridikisht që ndërmarrja e përbashkët kriminale nuk ekziston, është shpifje dhe është e pa bazuar në dispozitivin e akt akuzës dhe rrjedhimisht sikur ky trup gjykues
dhe besoj që duhet i besoj dëshmisë James Rubin, do të shem këtë akuzë dhe të gjithë krerët e UÇK-s do të lirohen. Por ai e bëri një dallim, pra, kishte bashkëpunuar me Hashim Thaçin dhe mënyrën se si e ka pas, sepse amerikanët kanë mentalitetin ashtu e thujnë të vërtetën si e shohin vetë. Pra, ai e shpjegoi se edhe Hashim Thaçi nuk kishte vendimarrje në Rambujë, fliste për vendime politike. E përmendi edhe Adem Demaçin. E përmendi, pra, edhe Adem Demaçin që i nështruar si autoritet moral, por e përmendi, më pëlqej jashtëzakonisht shumë, kur e shpjegoj mënyrën se si është një lider dhe lider, pra, kur i bëni pyetje ky gjyqtari, ja shpjegoj dallimin, pra, i dha një farë mënyrë leksioni edhe vetë gjyqtarit të trupit gjykues, se ku është dallimi midis lideri dhe një lideri. Dhe tha na duhet ta krijonim një lider për ta hequr popullin e Kosovës nga lufta dhe ta kthyer në paqe, dhe bën edhe një shpjegim shumë të hatashëm për të shënuar, pra, për të mësuar të gjithë nden nga James Rubin midis një dallimi, midis një kërcënimi moral, pra, kur kishte thënë se kush do që nënshkruan marrëveshjen pa pavarësi, do ta trajtoj si unë s'dua të jem domethënë tradhtori i kombit, po asnjë s'do të jeni tradhtori i kombit. S'ka pranuar asnjë marrëveshje. James Rubin na shpjegoi për herë të parë që një kërcënim moral, po që ka të bëjë me interesin e një populli. Presni ju realisht që deklaratat të tilla marr parasysh gjitha zhvillimet që kanë ndodhur, qysh prej fillimit të mbajtjes në paraburgim të ish-krerëve të UÇK-s, marr parasysh gjitha zhvillimet. Presni që realisht dëshmia e Rubin të prish matematika ndoshta e gjykatës speciale atje dhe të sjell një përfundim edhe një epilog pozitiv për ish-krerët e UÇK-s? Jo, ai që shpjegoi zoti Rubin, pra ishte vendimmarrës dhe ishte, si më thoni, thellë i përfshirë në strukturat politike të UÇK-s dhe shpjegoi shumë mirë, pra, po them edhe një herë, deklaratat e James Rubin dhe James Rubin si dëshmitar okular i ngjarjeve 98-99 janë më kredibile. Nuk mund të ketë një dëshmitar më kredibil. Dhe po them, edhe dëshmitar të tjerë të zyrës prokurorit special, si ka qenë zotri Abrahams dhe zotri Kriket, kanë dëshmuar në favor të mbrojtjes së krerëve të UÇK-s. Prandaj, edhe deklaratat e James Rubin janë në përputhje të plot edhe me aktgjykimin e ICT-s, pra, gjykatës ndërkombëtare prej Jugosllavi, për rastin Haradinaj dhe për rastin Limaj, ku këta dy komandantë UÇK-s ishin liruar sepse nuk u vërtetuan në atë kohë nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë për Jugosllavi se UÇK-ja kishte një strukturë të rregullt komanduese dhe nuk mund ta ketë dhe nuk ekziston as logjik shumë që ushtria shqiptare të Kosovës të kishte strukturë të rregullt komanduese për ta mbështetur akt akuzën zyra prokurorit special në konventin e Gjenevës dhe në kodin penal të Jugosllavisë, po dhe në drejtën penale ndërkombëtare, sepse nuk kishte ushtri e rregullt. Pra, edhe James Rubin e shpjegoi në mënyrë brillante se si UÇK-ja përmes komunikatave e egzageronte pak vetveten për t'i dhënë popullit moral dhe siguri që të vazhdoj lufta. Prandaj them me përgjithësi të plotë se ndërmarrja përbashkët kriminale nuk vërtetohet me deklaratat, jo vetëm James Rubin, po edhe zotit Kriket dhe zotit Abrahams, që janë dëshmitar të prokurorisë, pra se të duhet këtë dallim. Ndërkohë që të gjitha kur shembet kjo ndërmarrja përbashkët kriminale, vërtetohet vetëm ndërmarrja përbashkët çlirimtare, siç e ka quajtur dikush nga krerët e UÇK-s. Dhe rrjedhimisht James Rubin në një farë mënyrë na shpjegoi edhe gjeneratave të reja, ata që sot i kanë 25 vjet, se si ka ardhur liria, kush e ka garantuar atë, se kemi arrit deri këtu, dhe është leksion edhe për qeverinë aktuale që të ketë shumë kujdes në raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që jam jashtëzakonisht i bindur që trupi gjykues do të orientohet nga dëshmitarët me kredibilitet të lartë dhe jo me dëshmitarët të prokurorisë të cilët janë ankuar se ju ka hup lopa apo viç. Po. Ndërkohë, zotri Gucati, ti komentojmë pak edhe këto deklaratat e Rubin pikërisht në gjykatën speciale, sepse nga gazetarët që raportuan direkt nga atje, edhe u tha se janë vretur gjyqtarët që nuk i kanë pritur edhe mirë deklaratat e Rubinit. Dhe njëra ndër to që ishte për UÇK-n tha se do të ishte e pamundur që UÇK-ja të mund të kryente një krim dhe ne të mos e dinim, pra të mos e dinte Amerika, sepse në një situatë të tillë siç e tha dhe ai nuk do të bashkëpunoni me këta. A e rënoi në këtë pikërisht atë akuzën për organizatë kriminale që i drejtohen UÇK-s? Por shumë e vërtetë, ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë gjithmonë në nënveshgimin e anglezëve dhe të amerikanëve. Edhe James Rubini dha shumë mirë. Ne deri me sot nuk kemi mujtë gjejmë fakte as si Amerikës pas ne si Departamenti i Shtetit Amerikan do një krim që ushtria shqiptare e Kosovës ka po krime.
Dhe kjo dulën pa edhe gjyqtarë dhe prokurorë nuk janë mirë. Se unë di, kur kam qenë vetë në burg, ato shumicën e bume gjyqtarët dhe prokurorët i koordinojnë së bashku dhe bojnë pyetje shtesë si zakonisht. Këtë moment, James Rubini nuk patën shansë që të bojnë asnjë pyetje shtesë, po të ikin deklaratës e tina. Dhe James Rubini ju tregoi, ne po të kishim ditë që ushtria shqiptare Kosovës të bënte një krim, apo të merrte me drogë siç ka quajtur tash punimi shkencor i këtij zotnivt, se u kryetari i parlamentit që tha ushtria shqiptare Kosovës është financuar nga dilerët e drogës. Unë nuk besoj kur në jetën time që ne do të kishim mund të dëgjojmë një përkthje. Ke pak problem me fotografin, po besoj që e rregullon në pak sekonda në mënyrë që më pas edhe të shohim edhe gjatë kohës sa Fal se po thrasin, po jam të më thirr gazetar tjerë, po tash po të kuptoj. Në rregull, mundesh me ndërprej dhe më u lidh edhe një herë në mënyrë që me të pa saktë. Zotëri Smakiqi, të ndalim ndoshta edhe tek kjo pjesa tjetër derisa të rikthehet, është një çështje tjetër që e ngriti James Rubin, është edhe për paraburgimin e kozgjatjen përpara gjykimit. Si e pa deklaratën e tij? Tha është diçka që ka gjatë goxha shumë, 5 vite. Po them, përveç deklaratave që i dha në mënyrë shumë të argumentuar. Dhe u tregua kritik për. Po, ishte kritik për arsye se ai e sheh dhe është e vërteta që krerët e UÇK-s ishin në anën e lirisë, ishin në anën e luftës lirimtare dhe ishin në anën e NATO-s. Dhe tha me plot të drejtë se si po e mbani një person që e ka themeluar gjykatën vet, ka bashkëpunuar me ju, është dërzuar vullnetarisht dhe ne këtë kemi ngritur në vazhdimsi se paraburgimi edhe me nenën 29 të kushtetues të Kosovës, por edhe me kodin e procedurës penale, po edhe me ligjin për dhomat e specializuara nenën 40, nuk duhet të vazhdohet në mënyrë sistematike në një proces gjyqësor i cili nuk përfundon shpejt. Pra, atje thuhet se secili qytetar i Kosovës gjykimin e pret në liri kur nuk veprohet me urgjencë. Dhe ju e pam se nuk u vepru me urgjencë që 5 vite. Prandaj nuk ishte kritik. Unë po tham, James Rubin përveç që shpjegoi edhe anën e inteligjencës, domethënë inteligjencës amerikane, se UÇK-ja ishte e pastër për të bashkëpunuar, kishte Ramush Haradinaj ishte në bashkëpunim të plot me CIA-n amerikane, ushtria shqiptare financuar nga parat vullnetare të popullit të Kosovës dhe kishte orientim perëndimor. Ai James Rubin është në farë mënyrë po na tregoi edhe ndërgjegjen e perëndimore sepse edhe gjyqtarëve tha duhet të jeni të ndërgjegjshëm të mos i bëni në paraburgim njerëzit të cilët kanë bashkëpunuar me ju edhe vullnetarisht janë paraqitur këtu dhe e kanë themeluar vet. Pra janë ata që kanë votuar për atë gjykatë, edhe Kadri Veseli, edhe Hashim Thoçi, duket edhe Jakub Krasniqi, meqense se Recep Selimi e kishte kundërshtuar për ta votuar, por që ka bashkëpunuar në mënyrë të plot me organet e ndërkombëtare për të dorëzuar vullnetarisht. Prandaj James Rubini është edhe ndërgjegja e njerëzimit aktualisht, ndërgjegja e perëndimit, sepse në perëndim pra këta gjyqtarë ndërkombëtar, që ne i kemi po dhe i kemi po përpara, edhe unë jam i shokuar me këta gjyqtarë, edhe për shkak të pyetjeve dhe çështjes që e kanë pas deri më tash, por edhe për shkak të vazhdimit të paraburgimit në mënyrë krejtësisht të përsëritur, të panevojshme, kur këta kanë mundur të jenë në shtëpi dhe të shkojnë në seanca kurdo që i kanë shënë. I mbeti mendimi në gjysmë Gucatit, tash e kemi sërish në linjë të drejtë për drejtë. Gucati? Po në kështë si James Rubini e deklaroi vetë si thallë advokati ndërrum Xhavdeti se Ramush Haradinaj ka bashkëpunuar me CIN dhe amerikanët dhe anglezët shumë mirë kanë hulumtu ushtrinë qendrore Kosovës se kush është dhe për çka po vepron apo për çka po punon. Dhe fatmirësisht ne luftojmë për vendin tonë, për kombin tonë dhe fëmijën tonë, që sot edhe ju dhe ne jemi të lirë dhe të punojmë. Kështu që amerikanët e vërtetuan, edhe tash në gjykatën speciale, kur thonë amerikanët se James Rubini ka përpasuar një kohë shtetin amerikan, se ka qenë zënë sekretari i Amerikës, i Albrightit, dhe kështu që unë shpresoj dhe duhet besoj që James Rubini ka jep një leksion të mirë edhe prokurorëve, po edhe gjyqtarëve ju ka dhënë një leksion shumë të mirë. Dhe besoj që do të ketë një drejtësi. Po edhe ato që dha Xhavdeti është turpi më i madh që 5 vite që mbahen në paraburgim njerëzit që kanë ndjeq shtetin, njerëzit që kanë votuar vetë gjykatën, kanë votuar vetë gjykatën speciale. A u çmontuan akuzat e gjykatës speciale për shkrerët nga dëshmitë e Rubin?
Po, unë kam thonë edhe para deklaratave dhe dëshmisë e James Rubin se nuk mund të vërtetohet ndërmarrja për bashkëkriminale asesi dhe nuk mund të vërtetohet as përgjegjësia komanduese e krerëve të UÇK-s për këto rrethanat të cilat edhe pa deklaratat e James Rubin do duhej të vërtetoheshin. Por këto të James Rubin e kanë betonizuar të vërtetën dhe gjendjen faktike se nuk ka ekzistuar një ndërmarrje për bashkëkriminale, sepse s'do të bashkëpunonte Amerika, sepse sikur të ndodhe kundërta, edhe James Rubin duhet të hetohet. Edhe Holbraj duhet të hetohet, por të gjykohet në mungesë, sepse e gjithë pavarësia e Kosovës po del që është bërë mbi një ndërmarrje për bashkëkriminale, dhe kjo e bën të anulueshme edhe intervenimin e NATO-s. Edhe tha se kishin mendime të tilla për UÇK-n, megjithatë kur e pan situatën si është edhe u bindën se është e kundërta e asaj se çfarë kanë menduar. Po unë po them, zyra prokurorit special nuk ka posur bazë në dispozitiv të akuzës, po i vetmi gjë që i mban në paraburgim ata dhe këtë proces gjyqësor është kjo kualifikimi për ndërmarrje për bashkëkriminale, i cili nuk ekziston. Dhe këtë po e thot James Rubin dhe e tha që kjo nuk ekziston dhe për këtë pse i mbani në burg këta. Prandaj se ka filluar me trafikim organësh, ka dështuar në hetimin e Williamson, pastaj ndërmarrje për bashkëkriminale nuk ekziston dhe përgjegjësi komanduese nuk ekziston. Duke pas parasysh edhe dy gjykimet e ICT-s, sepse gjykatat duhet marrin për bazë edhe praktikën gjyqësore që kanë ndodhur në përushtërinë shqiptare të Kosovës në rastin Haradinaj dhe Limaj. Dhe sikur të mos dëshmonte fare James Rubin, unë jam i bindur që ky kualifikim për ndërmarrje të bashkëkriminale dhe për përgjegjësi komanduese nuk ka lënë në një sistem gjyqësor, në një panel gjyqësor, në një trup gjykues që ka një mesatare të objektivitetit dhe pavarësisë. Por duke e parë tash deklaratat e James Rubin, besoj që ai trup gjykues nëse ka qenë i hamendsuar, tash 100% duhet të jetë i unifikuar se ky kualifikim nuk ka lënë në këtë gjykim dhe rrjedhimisht, por ne nuk e mohojmë për shembull që ka pasur viktima e vrasje individuale, por që krerët e UÇK-s, Ushtria Shqiptare e Kosovës nuk është përgjegjëse. Kjo është shumë me rëndësi, ndërkohë që viktimat ekzistojnë, ka dhe prova materiale, por që nuk e ndërlidhen deri sot çka kemi pa, nuk ka një provë konkrete që Hashim Thaçi apo Recep Selimi apo Jakub Krasniqi apo Kadri Veseli të kishin urdhëruar vrasjen e dikujt. Ndërka që zotri Gucati pritet që pak a shumë të jenë të ngjashme edhe dëshmitë e të tjerëve që presin në radhë për të dëshmuar, i radhës tashmë u bë ditur se është Paul Williams. Në shpresoj shumë se po. Pritet që parafarsisht gjitha dëshmitë do të jenë të këtij lloji, të këtij formati, që thënë James Rubini bëri që 3 ditë. Dhe edhe kështu që mendoj që vetë gjykata, e cila është formu që stalla më herët advokati për të na vjek neve ratë e zeza mbi kokë, se kjo gjykatë u formu mbi bazën e një shtëpie të verdhë, e cila shtëpia ekziston si shtëpi, po nuk ekziston krimi që është bërë në shtëpi. Gjëja që pjesëtarët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës kanë njek organe të njerëzimit. Kjo ka qenë një gënjeshtër e madhe dik martit, bashkëpunim me Serbinë dhe me Rusinë. Dhe fatbarësisht aja nuk është vërtetuar dhe neve në farë forme na tradhtuan. Kur thamë na tradhtuan Parlamentin e Kosovës, Parlamenti është i votuar për qytetarëve dhe ne si shtet u tradhtuam nga këta njerëz që na detyruan ta votojmë një gjykatë të njanshme ku nuk ekziston kund botë që ka gjykatë njanshme vetëm për një etni apo vetëm për një pjesë të qytetarëve që dënohen dhe kjo ndodhi pjesë me Kosovën. Dhe unë shpresoj tash këta që do të dëshmojnë, edhe Clark, edhe të tjerët, do të jenë në favorin tonë ku do të tregohet vetëm realiteti. Ne kemi thonë më herët, ne nuk kemi duke kërkuar elmosh, nuk kemi duke kërkuar elmosh, po ne kërkojmë vetëm drejtësi. Shteti i Kosovës ka bërë një luftë të drejtë. Ushtria Shqiptare e Kosovës nuk ka pas mundësi të bëjë krime as gjenocid. Krimi dhe gjenocidi ka emën, ajo është Serbia dhe aparatura shtetërore e Serbisë kryer me Miloševićin të asoj kohe. Krimet kanë bërë kriminalët që bashkë me ushtrinë serbe, ushtrinë e rregullt, ku mbi 460 masakra e bën Kosovë, mbi 13.500 qytetarë të vrarë. 1.624 fëmijë prej moshës 7 ditë deri në moshën 12 vjeçare janë të vrarë, kështu që çdo sa dihet është faktike. Kto e tregoi James Rubini që tha, Serbia ka bërë krime dhe Serbia ka tentuar ta fajsojë gjithmonë ushtrinë shqiptare të Kosovës, po fatbarësisht tash unë shpresoj se do dalin sa në realitet dhe do të vërtetohet çdo sa.
E qartë. Smaki që të flasim pak edhe për një çështje tjetër cilën e preku James Robin në dëshmitë e tij. Foli për perceptimet edhe dezinformimin. Ai tha se informacione për pretendimet e krimeve, vrasje, zhdukje dhe tortura shpesh vijnë nga burime të cilat janë pasqyruar si dezinformim ose kanë origjinë pamjaftueshme. Çka për kë referoi në këto deklarata? Ndoshta për dëshmitarët që dëshmuan kundër ish-kryerit të UÇK-s? Po themi që aq i qartë ishte James Robin në çdo deklaratë, në çdo fjali, saqë edhe argumentonte, pra edhe këtë argumentoi. Këto dezinformata dhe këto shpifje vinin atëherë edhe nga Serbia, edhe nga çarqet ruse, por e ka shpjeguar edhe një gjë tjetër edhe brenda vetë diplomacisë amerikane. Pra thoshte se Christopher Hill nuk i donte apo nuk i pëlqente pjesëtarët e UÇK-s, ndërkohë që e përkthelte të lidhjes demokratike. Pra, të gjithë situatën, të gjithë mozaikun, të gjitha kundërshtit, kontradiktat e vitit 1999 i shpjegoi James Robin. Ndërkohë që e tha që për shpifjet për UÇK-n që i kishin për financimin, qoftë përmes parave të paleqshme apo fundamentalizmit islamik, tha i kemi trajtuar, i kemi hetuar, i kemi verifikuar dhe kanë dalur se janë vetëm dezinformata. Dhe ai me këtë deshje të thotë që për këto shpifje pra, të 99-s kanë arrit në vitin 2025 të mbojnë këta burra në paraburgim. Pra, po them edhe njëherë, përveç deklaratave brillante të bazuara si një dëshmitar okular i viteve 98-99 dhe si paqbërës në Kosovë, James Robin është ndërgjegja, pra, është ndërgjegja e njerëzimit, por sidomos e perëndimit për të vërtetën, për drejtësinë e cilën e kërkon çdo popull i cili është i vujtur. Dhe në anën tjetër, zotëri Smakiqi, a u ndryshua pak a shumë ta quaj edhe perceptimi për thaqjen dhe të tjerët, duke qenë se u thanë edhe gjëra të cilat nuk i kemi ditur? Për fotën e keq tash më thoqet, po krevet UÇK-s, por kjo mënyrë e deklarimit të James Robin nuk do të kishte mundur kur të bëhen me ndonjë gazetë apo portal apo televizion. Pra, kështu mënyrën që ka shpjeguar historinë e Kosovës, jo historinë e Kosovës, vendimet e mëdha që kanë ndrruar epoka, që lidhen edhe me vrasjen e Adem Jasharit, komandantit UÇK-s, po dhe masakrave tjera, edhe gjithë deklaratat e James Robin, tash janë historia e vërtet, pra. Historianët tur nuk kanë çka më shkruar tash pas deklaratat e James Robin. Duhet të bazohen në deklarata të cilat ai ka qenë vendimarrës bashkë me Madeleine Albright dhe me Bill Clinton. Prandaj, deri sot nëse ka shkruar dikush se si ka ndodhur liria e Kosovës, se si është ngritur UÇK-ja në nivelin ndërkombëtar, se si është ndërkombëtarizuar ushtria shqiptare e Kosovës, se si është bërë forcë vendimarrëse, por edhe si ka funksionuar brenda për brenda, dhe si është krijuar një lider 29 vjeçar Hashim Thaçi, e ka bërë James Robin që kur nuk do ta bënte përmes intervistave për gazeta, sepse ato mund të jenë të shkurta edhe 15 pyetje, ndërkohë që tash kemi një proces verbal shumë të madh, shumë të gjatë dhe historianët e Kosovës tash do të kenë kujdes kur shkruajnë diçka për historinë e Kosovës sepse e kanë krejtë James Robin. Pret që të jenë të ngjashme dëshmitë e të tjerëve? Po me siguri, dëshmitë e ndërkombëtarëve të cilët kanë bashkëpunuar, pra perëndimor, siç është këshilltari tash Paul Williams që filloi me dëshmu, por edhe Wesley Clark, por edhe të tjerë se nuk i dim krejt në listë. Unë po them pse nuk i ka përdorur zyra prokurorit special këta dëshmitarë, sepse nuk do ta mund ta bënte ata akuzën. Pra, zyra prokurorit special, që këtë do të bëhet debati. Pse nuk e përdori James Robinin zyra prokurorit special 2015-2014 kur e ndërtoi këtë akuzën, sepse nuk mund ta bënte këtë akuzën. Pra, duhet të paraburgohet sekretari i UÇK-s, të vijë James Robin t'ia shpjegonte zyrës prokurorit special dhe trupit gjykos. Prandaj sikur ta merrte këtë intervistë, zyra prokurorit special nuk do të mund të ndërtonte këtë akuzën dhe asysnia s'kish nejtë 3-4 vjetë sa nejti. Me qënë se po përmendet zotri Gucati, të marrim mendimin Dorontina ndoshta të zotrit Gucati edhe për deklaratën e Fatëm Pecit, cilin e patëm para pak qastesh në studio, i pyetur në studion e Mesdit, sepse nuk kanë reaguar institucionet deri më tani. Sepse realisht nuk pamlen një reagim të tyre, reagoi kryeministri shqiptar Edi Rama, mirë po të eshtur kanë qenë në institucionet. Reagime dhe i pyetur për këtë, ai tha se realisht u përgjigj për veten e tij që nuk ka pas zotri Gucati shumë kohë për shkak të angazhimeve që ta shete, megjithatë protestën e konsideroi si diçka edhe veprimet të cilat janë bërë gjatë protestës e konsideroi si diçka e cila nuk i kontribuon procesit gjyqësor. Si e komenton? Unë mos po të kisha thonë se qeveria e Kosovës nuk ka kohë, ka kohë të merret kjo me izolimin e vet, që kanë izoluar Bashkia Evropiane edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shuplokën e fundit që ja dhan para 4-5 ditë.
Dhe shka është interesant është punën e qeverisë jemi të kry ne. Ne kemi qenë deri me tash në 11 ambasada që në Kosovë janë, edhe nesër të takoj me ambasadorin francez, djesha me ambasadorën kroate. Dhe unë isha në parlamentin e Zvicrës, isha në parlamentin e Evropës me 10 shtatorë. Do të thotë punën që du ta qeveria ta të kry nesër organizata dalën nga lufta, sa aty nuk kanë mbyll dera për momentin, ata nuk kanë derë të hapur në asnjë institucion të vendit. Dhe për këtë proces, zotri Gucati, për këtë proces ta se janë të rezervuar, duke qenë se nuk duan të ndikojnë në procesin e gjykimit të tyre. Apo ndikojnë është njëstër e peci. Ashtu e tha, para pak minutë. A i ka thonë ashtu, a i shdosh me po diska, se është advokati e të, a është njëstër e tynë, ata kanë me disa punë, mërënshme me mbrojtë të hojnat vetë, kanë disa punë veta për mrena, shpë që nuk kanë kohë të merën, ata me konës në degjeshë, më spori që më pagesën advokatëve që është bëhat. Ata kanë kitë një shpim tavan, që e din advokati shumë mirë, se kanë posë shtojnë në pare shtesë për mbrojtjen dhe kanë bloku ato. Kjo është turpi majmolli tyne, e dyta, është turpi kryeministrit vendit tem, që është fatkasisht është kryeministri vendit tim, që as njerës ka qenë vizit, as mua sa si marat ime në vizitue, që anë e Barokin, as Hashim Thoqin, as Kadri Veselin, as Jakopin, po as Recep Sedimi që në parti me ta. Do të të kryeministri që nuk interesohet për qytetarin e vetë, është turpi majmolli. E di Roma, di Roma në amen tim dhe në amen të organizatës veteranëve kutës, le që ka jetë ndihma shumë të mëdha dhe ka punu shumë, edhe punon shumë për kërët të UÇK-s, po thëmë sinqerisht, ky është i turpi madh për këtë shtetin tonë, ne që jemi duke jetuar. Unë më vjen keq se ka mund që mbyll trupit, edhe shokët e mi kanë vdek, që unë sot i kisha dhënë fëmijëve të mi 5 minuta pikë një shteti me me spektuj. Gucati, 5 minuta në shumë, fëmija mi me piktuit, për arsye që ato bu ky njeri në këtë shtet, ju jeni të bo vetë. I vetëmi shtet, më të thëmë në Evropë, kemi sankcione. Bielorusia, Gjeorgjia, Rusia, edhe Korea ka sankcione për Evropë. Sot edhe Amerika në dha shuplogën, më të fuqishme, ky është turpi më i madh. Ne kone kemi pas alat më të mirë se Amerikën dhe NATO-n, që na kanë ndihmuar fal luftës sistemike, atë më shoqëri. Gucati, ne ti sot punon gazetar, edhe unë sot jemi lidh, edhe Xhevdeti punon advokat, e po thëmë sinqerisht, për këto që du me diskutu as për pecin, as për abim portin dhe tjetë dhe që ty. Gucati, ne të falenderojmë shumë për kohën që gjete, me qënë se dhe kemi të i kaluar minutajën e rezervuar për këtë pjesë. Të falenderoj shumë edhe njëherë. Unë du t'ja falenderoj juve edhe advokatin e nderum, gjitha të njerëz që ka mund pjesë 2 protesta, du t'i falenderoj nga zemra, në amin tim dhe në amin të organizatës veteranëve, gjithë shqiptarët të tërguar në veten, se ditë protestojnë mënyrë më të moshme paqësore dhe zeri ka shkuar ato ku duhet dhe prapë do të shkojë ato. Ne nuk do të ndalemi, do të vazhdojmë shumë do të vazhdojmë punojmë deri në vendimin verdikt për lirimin e njerëzve tonë që kanë udhëhequr shtetin dhe ushtrinë shqiptare të sos. Faleminderit ju gjithë juve mediave me respektin më të madh. Shumë faleminderit. Një koment shkurt për këtë që diskutuam edhe me Gucatin. Beson që me të vërtet e kanë për këtë që nuk kanë reaguar, nuk duan të ndikojnë dhe të interferojnë në gjithë procesin që po ndodh atje? Po janë kontradiktor, janë kënjeshtar, janë rëndësa, sepse këta e shohin gjykatën kushtetuese. Kryeministri, të cilin ai është minister, ky minister vetë është në rretime për korrupsion, këta e shohin vazhdimisht gjyqtarët, prokurorët, kryeministri nuk bashkëpunon me prokurorinë e vet, është i barabartë me Radojqiqin që nuk dorëzohet, pra është e gërditshme të ndoshta t'ia bëhet edhe pyetje, sepse këta i friksohen lirimit të krevëve të UÇK-s. I friksohen për shkak për motive politike se mund të humbin pozitat nëse kthehej shëmtoqen në skenën politike. Gucati, Smakiqi, faleminderit shumë edhe një herë për kohën. Faleminderit për ju. Nga këtu shkëputemi me fare pak minuta publicitete.